O zotëri, i bleu 12 Rafael Francos, po i falë tokat e litiumit Gjermanisë. Me Shtetet e Bashkuara ka marrëdhënie, i thot ajo jepi Ukrainës, jep Ukrainës. Ndërsa Kurti mund t'japi vetëm caracat, dhe kjo prishja e kësaj marrëveshje strategjike nga ana e Kurtit, do të them vetëm një gjë, neve nuk jemi partner strategjik të Amerikës. Nuk kemi se t'jemi. Nuk jemi, me gjithë se jemi antar, nuk cilësohemi... Sepse s'kemi valencë diplomatike, prandaj. Ila, po çfarë do të thotë kjo? Ka Kosova valencën diplomatike. Jo, po flasim për Kosovën dhe Shqipërinë. Unë jam duke të thënë një shtet më të fuqishëm se Kosova. Që jemi neve, jemi në të njëjtin rajon, në të njëjtin vend, dhe nuk i ke këto atribute. Pse e ka Kosova këtë? E ka sepse është krijesë e Shtetet e Bashkuara. Por në momentin që ty të humbet Valenca, dhe Valenca në diplomaci janë të rrëshqitshme, dhe në këtë moment ty të kanë rrëshqitur rëndshëm drejt Serbisë, të shkosh të bësh këto gafa që bën ky, që thot sa herë është në vështirësi Vučići ta kapet me targat, që Vučići thot, me këtë s'ja dal dot, knaqen ata militantët e ti në Kosovë, ju hoqi llamarinat që kanë nga veturat, knaqen edhe serbët me vollat e nacionalistëve Vučići, qohet Albin Kurti bën një gjë tjetër, çfarë bën për shembull, për ndonjë katund ose për ato postat, thot Vučići, me këtë s'ja dal dot, ky është nacionalist i çmendur, thotë. Me votat e nacionalistëve. Bën lojë me, shiko, bën në veri Kosovës institucionet paralele duhet kishin vijuar. Si? Institucionet paralele dhe çështja e dinarit. Nuk mund ta bësh me forcë dhe i mbyllë kryetarët e komunave, as laheshin, as shplaheshin, i mbyllë nëpër zyra aty dhe harrite një vrim në ujë. Në fund të fundit asnjë gjë nuk e harritur, më thuaj diku ke përparuar. Nuk do ta shtrisë sovranitetin drejt vetë. Sovranitetin ty ta kanë dhënë të tjerë ta jep Kfori që është aty, kush ta japin ato blindat e prishura të FSK-s. Apo ato automatikët me fishek manevre. Kush ta jep? Sot të garanton Kfori aty, të garanton policët e Albin Kurtit. Dhe as repati special. Në 2011 Kosova, në bashkëpunim me Kforin, Policia e Kosovës bashkëpunim me Kforin ka bërë 3 ditë luftë për marrjen e doganave në veri të Kosovës në kontroll. Ka bërë 3 ditë luftë me bandat në 2011. Dhe në atë moment ka shtrirë sovranitetin, ka nuk e shtrirë Kurti sovranitetin për parë. Dhe në atë moment në 2011 nuk bë dhe marrëveshja që të gjitha këto bandat të ishnin dorë, pra të zhvishnin uniformën e bandave dhe të vishnin uniformën e policisë Kosovës, pra të integroheshin në Republikën e Kosovës. Po ishin përsëri këto banda që kryen sulmin terrorist në Banjska, apo jo? U bën banda sepse kur erdhi Kurti dhe mori pushtetin, i përzuri nga policia. Dhe ata banditi, kur ishte në polici, dhe kur doli pa punë, bë pra bandit. Do më thonë, duhet i fusim gjithë banditët në polici që mos të bënë më bandit. Janë kompromise që bëhen. Ti ke kompromise ato për arsye sepse atje kemi një popullat shumë sërbe. Pra ti nuk e kontrollon dot atë situatë. Ti e di që komandanti i policisë i Napolit kur u bashkua Italia u bë kryetari i Camorrës. Po pra se do bësh kompromise me popullsinë atë. Problemi është ajo populli sërbe. Ti nuk mund të çosh, shikosh të njëjta gjë, atë që bëri Albin Kurti. Le ta themi në këtë aspektin. Sot i ke 2 komuna minoritare. Dhe ajo ishte një skemë shumë e rrezikshme. Dhe i heqim kryetarët e këtyre komunave. Me forcë. Heqim edhe policinë bashkiake të tyre, polici etnike. Dhe vendosin polici shqiptare, vetëm shqiptar. Dhe jo ata, edhe ata shqiptarë po quhen grek. Le të heqim ata quhen grek. Çfarë do të ndodhë nesër me Greqinë? A mund ta mendosh? Automatikisht do ishin gjendje lufte. Po e njëjta gjë prapë ndodh. Pra nuk kishte pse të ndodhte kjo gjë. S'kishte pse të bëhej kjo gjë. E bëri thjesht për t'i dhënë vetes konotacione nacionaliste, që unë apo shtri sovraniteti. Sovraniteti ekzistonte, nuk është cënuar sovraniteti, as integriteti i Kosovës nuk është cënuar asnjëherë. Si mund të ekzistojë sovraniteti kur ke institucione paralele, mo? Po këto institucione, cilat ishin këto institucione paralele? Postat paralele? Apo jo, kishim, domethënë institucione postave, kishim institucione... Po, e diti çfarë thotë rezoluta 1244, ke lexuar rezolutën 1244? Rezoluta 1244, sot është shumë mikut, rezoluta 1244 thotë që Kosova është pjesë integrale e Jugosllavisë, ata që kanë mbetur në Jugosllavia, pra e Serbisë. Domethënë dhe i lejohet me rezolutë 1244 ti mbaj ato posta. Nuk mund të mbyllë Albin Kurti se i teket Albin Kurti ose i teket Shqipëria. Sovranizëm, po ti ke sovranitet kufizuar, e ke të përshkruar në rezolutën e 1244 thotë Kosova ka sovranitet kufizuar. E ke të shkruar Moizez Ambitbard. Lexojeni rezolutën dhe pastaj hajde flasim për Kosovën. Mos mendoni se nga që këta shpallën, ashim thaçë me shok shpalli pavarësinë atje dhe ne jemi pavarësi e plot. Pavarësia që shpallën ata është njësoj si pavarësia që shpalli Ismail Qemali në Vlorë, kur gjysma e territorit ishte në kontrolle të tjera. E njëjta gjë, ti kontrollën ke nga Kfori, çfarë pavarësie ke shpallur ti kur Kfori ka të drejtën që në çdo moment ta shpërbëj parlamentin e Kosovës dhe qeverinë. Atëherë pse po thua që jemi të pavarur? I pavarur si në asnjë kohë, pra mos flasim për pavarësi dhe për sovranitet.
Apo sovraniteti na cënohet vetëm nga Serbia, kur na cënohet nga NATO, kur na cënohet nga KFOR, nga diçka tjetër, ky nuk ekziston. Njësoj cënohet sovraniteti. Pra nëse ta shohim në aspektin ndërkombëtar. Por është e shkruar e zeza mbi të bardhë. Pra le të ecim me atë që është e shkruar. Dhe mos fantazojmë. Alba, mesazh për Kurtin është kjo deklaratë për qytetarët, dhe a penalizohet, a dëmtohet Kurti një herë nga kjo, qoftë edhe elektoralisht? Erle, kam në mendje dy paralele për shkak të zhvillimeve dhe aktualitetit. Po mendoja 2013-ën, gjykatën speciale dhe 2 vite më vonë atë çfarë ndodhi me formësimin e saj. Nga 2013 deri në 2015-ën, gjykata speciale nga Orvatja u bë një realitet. Dhe kur thash që kishte presion të jashtëzakonshëm, kishte realisht presion të jashtëzakonshëm dhe prandaj u detyruan që ta votonin gjykatën speciale ata që e votuan dhe u nështruan atij rregulli. Pra, gjykata speciale sot është një realitet i kryer, këta njerëz kanë 5 vite që po japin llogari atje. Dhe këta njerëz nuk janë individ, më duhet ta përsëris. Këta njerëz janë pjesë integrale dhe rëndësishme fytyra e Kosovës para botës sot. Sepse bota filloi ta njihte dhe ta shquante mirë Kosovën pas luftës. Duke pasur simbolik UÇK-n, ushtrinë qërimtare, atë çfarë ndodhi, genocidin serb për ata që e njohin si të tillë, se një pjesë nuk e njeh kështu historinë dhe do duhet ta themi. Kishte dorë ndërkombëtare aty. Disa thonë që u bë për spastruar leadershipin e kohës, leadershipin e vjetër. Realiteti foli kështu. Diçka u spastruar në këtë drejtim. Këta njerëz po japin llogari para drejtësisë dhe nuk janë pjesë aktive e politikës dhe rotacioni ndodhi. E reja erdhi, e reja që quhej Albin Kurti atë botë. Pra, dora ndërkombëtare është prezente dhe kjo është e pamohueshme. Sido që ta lexojmë nga cili do dimension nga 2013 në vijim, sot jemi në 2025. Unë lidh partneritetin strategjik më shumë se sa si vendimarrje në kontent për atë çfarë paraqet pezullimi i pafat i kësaj marrëveshje, me atë çfarë do të ndodhë në etapën post. Besoj që është një arje, është një pararendje drejt zhvillimeve të tjera. Ky është një sinjal paralajmërues. Ka më shumë vlerë politikisht për Albin Kurtin, se sa vlerë literalisht për atë çfarë është shkruar në letër për partneritetin strategjik. Nuk ju a thash rastësisht që partneriteti nuk kishte nisur të implementojë. Në janar Vjosa Osmani na e prezantoi që do duhet niste një fazë e implementimit praktik, temat nuk ishin përcaktuar, pra ky është suksesi i vetëm, që ne ishim ulur dhe i kishim thënë po dhe faleminderit njëri tjetrit, pra nuk ishte asgjë konkrete në këtë drejtim, por lajmi i mirë ishte që ne kishim marrë një garanci të shtuar. Duke mos pasur asgjë konkrete, edhe rreziku nuk është konkret, por mesazhi është i tillë. Mesazhi për Albin Kurtin. Në mos qoftë i vonuar. Nëse është i vonuar, reflektim, ndryshim, konfigurime të reja nuk ka, sepse zoti Goxha e tha që parë do të ishte më mirë mos fliste se mund gabonte edhe më rënd. Mund gabonte edhe më rënd. Unë them që gabimi i bërë nuk legjitimon thellimin e gabimeve, sidomos të politikë reflektimi është i domosdoshëm, në diplomaci dhe gabime diplomatike reflektimi ose mungesa e tij ka kosto të jashtëzakonshme për njerëzit, zakonisht jo për liderët, dhe Albin Kurti do duhet ta bënte, kishte kohë që do duhet ta bënte, dhe pas elegancës së shtuar si asnjëherë tjetër dhe durimi diplomatik Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këto muaj të krizës politike, asaj erdhi fundi dhe i mbaroi afati në momentin që Albin Kurti në një mbledhje të asamblesë së vetëvendosjes ku rikonfirmua si kandidaturë për kryeministër, e 47-a në mos gaboj, sulmoi gjykatën kushtetuese duke akuzuar atë si fajtoren kryesore për prodhimin e krizës politike në vend. Edhe këtu sosi durimi amerikan. Pra me sa duket nuk ka ndërmend për reflektim. Në qoftë se kjo është leximi i saktë i situatës, unë besoj që në këtë moment ka një presion në adresë të opozitës së vendit. Mesazh për Albin Kurtin, presion për opozitën. Edhe presion për opozitën. Pse presion për opozitën? Sepse ky është një moment që për ironitë fatit dhe për çudinë e madhe, Kosova është një vend i dal nga zgjedhjet ku as qeveria në detyrë dhe as opozita që nuk ka numrat nuk janë të gatshëm dhe nuk duan ta marrin pushtetin e të Po pse nuk e duan një? Po problemi është se i fiton prap Kurti zgjedhjet e parakohshme, nëse bën zgjedhjet. Ja dal, prit një sekond. Pa shkuar, dalë. Zoti Goxha i thotë jo, ndoshta edhe amerikanët po ju thonë jo në këtë moment. Po ju thonë jo, kjo është interesante. Shikosh matematikë thjesht, aktualisht. Kjo opozita që është sot ka më shumë vota se sa ka Kurti. Opozita e bashkuar po flasim. Veç e humbën në rast se kjo opozitë Dele Bashkuar automatikisht me këto numra që ka të fituar. Sot ka një presion në adresë të opozitës në Kosovë për të pasur një qeverisje me listën serbska. Për të cilën sigurisht edhe opozita ka rezervë.
ajo është gjithsesi delikate dhe e dobët edhe në numra, kanë para sfidën e zgjedhjeve lokale dhe pas zgjedhjeve lokale kanë një etapë më të rëndësishme që është zgjedhja e presidentit. Në pranverën e vitit të ardhshëm, që gjithsesi nuk do t'i kenë numra dhe do të dështojnë. Dhe në politikën e Kosovës gjërat janë të thëna para dhe zakonisht parashikimet dalin, sepse dihen pozicionime, dihen numrat ka pak befasi. Pra janë shumë të rralla befasit. Dhe kalkulimin e kanë të sakta të dyja palët. Dhe në këtë rast, duke i pasur planet afatgjata të dukshme, pra këta nuk janë lojtar kalibri politikisht që njëri mund të ketë ndonjë ide të papritur që befason palën tjetër, në idenë time, duke qenë të tillë se cili po pret që atë gabim që unë e di ta bësh ti. Pra dhe kurti po pret që opozita tjetë në kurt, opozita i thot unë nuk futem në kurtin që unë e njoh dhe e di. Dhe Kosova është pa qeveri. Po i futi njërë në kurt, po zgjedhjen e krye parlamentare. Po, i futi në kurt. Po tani është vendimtare ajo që do thotë gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese tani e ka. Me gjatë gjykata kushtetuese pas këtij pezullimi amerikan do të jetë kundër. Një sekondë gjë pak. Jo, ta përfundoj Marlini se do të vizësh. Alba, gjykata kushtetuese pas këtij pezullimi amerikan, po thoje çfarë vendimi mund të marrë? Duke qenë me tonë tashpra dhe kritike mesazhe edhe për gjykatën kushtetuese kjo. Mesazh për gjykatën kushtetuese ka çuar i pari Kurti, i cili e ka shënjestruar në vijimsi. Dhe fundit ishte sosja e durimit amerikan. Duke qenë e tillë, ia bën edhe më të lehtë dhënien e vendimarrjes gjykatës kushtetuese. Sigurisht duke i pasur amerikanët përballë, edhe në pararoj, gjykata kushtetuese ndoshta e ka më të thjeshtë shqiptimin e kësaj vendimare që do thotë e ardhmja politike e muajve të ardhshëm në Kosovë. Por gjykata kushtetuese është edhe për një trysnie që do të demonstrojë që nuk është ajo autore e krizës politike në Kosovë, por është ajo decizive për hapin e ardhshëm që do të hedhin palët politike. Janë të kushtëzuar nga këto etapa që janë zgjedhjet lokale e më pas edhe presidenti i Republikës, por ka një gjas që pasi të realizohen zgjedhjet, që edhe në këtë rast ka një parashikim që do të shkojnë në balotazh, jetë një raund të dytë për zgjedhjet lokale, pas kësaj mund të kemi zgjedhje të parakohshme parlamentare. Pas këtij momenti. Një parashikim flet për një gjas të mundshme që zgjedhjet e ardhshme parlamentare në Kosovë të bëhen në muajin nëntor. Në muajin nëntor. Goxhe, ky është skenari. Mendoj që po. Deri në këtë moment. Nuk ka zgjidhje tjetër. Kemi një problem. Çfarë? Shumë të thjeshtë. Pra Kurti është duke bërë tashmë pse kur vinte ajo heshtja e Kurtit. Tashmë që po dalin këta dëshmitar, Kurti do shohë dalin se çfarë do deklarojnë këta dëshmitar në favor të Hashim Thaçit. Dhe në rast se Kurti e analizon që këta dëshmitar mund ta kthejnë procesin, rrezikon që këta në nëndor të mbyllet, pra me datë 24 nëndor duhet mbyllet dëshmitë e mbrojtjes. Dhe për atij momenti duhet gjykata të marrë 2 muaj kohë për dhënë vendimin. Dhe në rast se Kurti shef që ka ndryshim ballance, atëherë automatikisht do ta çojë në zgjedhjet parakohshme, sepse me ndryshimin e ballancës i bie që ata pas nëndorit, pra maksimumin janar të dalin dhe për çdo zgjedhje pas janarit, Kurti nuk fiton më po dolën ata, janë me zot Lila. Prandaj Kurti këtu po bën për llogarit dhe ndaj po hesht dhe ka marrë lapsin dhe po bën për llogaritje.